Mirë dita mitë e mitë YouTube-it. Ju falenderoj shumë që ndiqni videon të mia, bëni komente edhe pyetje. Sot do të punuar një shall dhe se si bëhet ky modeli, unë e kam shpjeguar në kanalin tim të YouTube-it Luiza Dori. Kjo fjalë që i hedhet e kalohet pa punuar, kështu, e kapni këto dhe mund ta mbani me dorë, që të bëjnë të tjetrën, që mos ju lëvizi, se këto do të rinë kështu, si punë kryqi këtu na mbrapa, ku hidhet kjo fija. Do t'i mbani me dorë. Ja, për shumë si ka lëvizur këto, unë e shtyp prapa akoma me shtizë, edhe nxjerna mrapa që të risi kryq. Vetëm do të keni kujdes të mos të harroni pa hedhur fijen. Këtë e fundit te, kur jemi këtu duke mbaruar, nuk punohet, kurse kur e kthejmë krahun tjetër, gjithmonë nuk punohet që të dalë kjo kështu drejt. E marrim kështu anash, punim brapç. Një dhe fjen këtu. Si që thash edhe në shpjegimin e videos, del një model shumë i butë. Del shumë i butë kështu. Edhe elastik, nuk është shtrënguar fare. Po të dojnë të bëni, po nëse mund të bëni, vetëm për fustane mos më bëni, se nuk kam kohë, jo që s'di t'i bëj, po nuk kam kohë për të bërë fustane. E që po punoja, thash, po jo të regoj dhe juve, me gjithë se kam shqeguar. Këto qita që punojë kam numër 4 e gjysën, po kjo fija edhe 4 e gjysën e pranon për të bërë ky modeli. Kurse për modele kështu të thjeshta, me numër 3 e gjysën.
Të më kaloj. Kam. Okej. Zakonisht, ky është shallë që po bëj. Zakonisht i punoj me shtiza rrumullake, edhe janë alumini dhe rështjasin më mirë. Thonë. Kam dhe të tjera, por nuk e di pse më pëlqejnë me këto shtiza. Mirë dëgjoshim në vit të rast me modele të tjera. Më të bukura. Të bukura janë të gjitha, po njëra më e bukur se tjetra kur i thon.